Jemi rikthyer në studio të dashur shikues dhe pas lajmeve të mëngjesit dhe po ashtu dhe pas materialeve të tjera që patët mundësi të ndiqni që nga ora 7, tani më kam një mysafire tjetër në studio, por ndryshe nga mysafiret e tjera, ajo është kolegja ime Erza Surdulli, me të cilën do të zhvillojmë një bisedë sa i përket edhe asaj para se të shkojë emisionin në pushim, do të thotë që do të shihemi sërish bashkë kështu në shtator me edicionin apo me sezonin e ri dhe do i flasim të gjitha detajet me Erzën se çfarë ka risi në shtator dhe po ashtu se çish ka shkuar gjithë kjo sezon. Ku kemi qenë kështu së bashku, heron herë Erza në programin e mëngjesit, por një farë mënyre kështu mëngjesit e kemi kaluar së bashku. Erza, mirë mëngjesi, mirë se erdhe, shumë kënaqësi. Mirë mëngjesi Fatjona, mirë mëngjesi për të gjithë shikuesit e Koha Vizionit, edhe mas pari do është ta me të pyta jam si kolega, si musafire? Të dyja, sot je në rolin e të dyjave. Okej, perfekt. Po, programi mëngjesit gjithmonë na ka ataku të dyjave, si që përmende edhe te, jena konë herë të herone, edhe kena pas mëngjesit mujna me thonë që të leta, sepse jena mësumo me emisionin e mëngjesit edhe me shikuesit tanë që gjithmonë janë me neve, edhe normal që jena mundu gjithmonë mi majtë të informuar prej mëngjesit e gjithmonë programet e Koha Vizionit i mbajnë të informuar deri në mbrëmje. Patjetër që po Erza, përveç emisionit, do të di në gjithë shikuesit që kemi pas edhe materiale të ndryshme sa i përket edhe terrenit, edhe kemi ndalë të gjitha këto me shtjellu pak edhe momentin të base më të sharake, momentin të më cikletshme edhe krejt ato që kemi kalu kështu së bashku, nisur që nga janari deri më tash. Po ndalemi pak, po du me të pyet ty se çysh ka shku ky sezon? Ky sezon ka qenë shumë i mirë. Tu e pas parasysh ndoshta unë në këtë punë jam e re dhe normal nuk pas përvojat e mëhershme, edhe ka qenë ndoshta një ndër sezonat që ka pas dinamikat ndryshme, sepse kum pas momentet ndryshme, tu pas prej atyre që sharake për dhe atyre të sikletshme, normal se ki punë me njerëz të ndryshëm, edhe ndoshta janë ato disa momente që dush më mësu mu gjindë, që është mas miri për mësu mu vrejt të publiku që diçka nuk është në rregull, po në përgjithësi ka shku mirë, sepse kena po vendet reja, ndoshta disa qytete dhe disa fshatra, nuk i kum po asë njëherë veç me shku me i vizitu për qef, po me punë dhe me materialet të cilat i kemi kriju për shikusit, i kemi po për herë të parë, edhe i kemi taku njerës shumë të mirë, edhe normal që gjithmonë janë ato qytetet ma kryesore, Prizreni, ose Peja, këto ma të veçanta që kanë dëshirë me shku me i vizitu, po ka edhe vende, edhe qytet, edhe fshatrat të ndryshme që të lonë një kujtim tepër të mirë edhe kënaqësh me shku me mi po ato vene. Patjetër që po Erza dhe po besoj që kjo është krejt e mira e terrenit, pasi se që përmende përveç vendeve që she dhe vendeve që mbasi nuk i ke po akor, apo nëse nuk ishe qenë në terren nuk ishe mujtë me shku me i po asnjëherë, po besoj që ta kanë edhe shumë njerëz të tjerë me të cilët krijon më pas edhe lidhje, edhe po ashtu ki kënaqësi që më pas me vazhdu edhe bashkëpunime të ndryshme me ta. A ka ndonjë moment qoftë në terren ose qoftë këtu në studio që të ka mbetë në mendje ose ndonjë person të cilin e ke njoftuar përmes gazetarisë, le të themi kështu? Po, do shta muj me thonë një ndër momentet ma të sikletshme, për përmendi, u konë një moment kur kemi qenë me një lidhje direkte, edhe ka qenë hera e parë që mu më ka ndodhë qaj problem, ujna me thonë, u konë që musafirin e ka pak sikleti, edhe veç mu ka largu pi kamerës, dhe une veç nuk dita shka me bo mo, edhe veç vazhdova dhe fëlqa, edhe nuk e disha shka fëlqa ishte problemi, edhe këtu në studio ka qenë Agnesa edhe ka pas ajo siklet ma shumë se one, se nuk e ka ditë veç shka u bo ma, po të nashta qaj ka qenë momenti ma i sikletshëm se ka qenë për mu hera e parë që ka ndodhë qaj sen, edhe veç disha qa me bo ma, veç se disha ku met musafire, po nashta qajo ka qenë edhe një mësim për mu, që me ditë qysh mu gjindë, edhe qysh me te i kalu që ato si kur mus me ndodhë kur gjë. Ndoshta qaj ka qenë momenti më i sikletshëm deri më tani, po ka pas edhe momente shumë të bukra ku kum njoftu njerëz të ri, ndoshta mujna me thonë që ta kanë hapë edhe derën e shtëpis, edhe ke qëndru bashkë me ta, edhe me një farforme bosh edhe familje, kur ki pun gati se ma shpesh, edhe momentin që i thirë në telefon, veç thotë, po, veç kallë që kena me bo edhe u kry, e ndashta kjo është puna më e mirë, që unë rekomendu që ka me pas qef ma shumë e nejtë në studio, po e kom kuptu që terreni është ma i mirë, sa do që është i lodhshëm, edhe normal që nuk jenë ndoshta deri vonë, nuk kthehesh, po është kënaqësi me kalu kohën në terren, sidomos kur e keni ekip të mirë edhe kalon mirë edhe me ta. Patjetër që po pikërisht këtu kisha dashur më ndalë, flasim pak edhe për bashkëpunimin që kemi këtu do të thotë me kolegët tonë, të flasim pak edhe për momentet që i kalojmë me ta, po besoj se që përmend edhe ti këtu krijohet një si familje e dytë le të themi, dhe më pas kalon edhe shumë mirë qoftë në terren, qoftë në studio, qoftë kudo që realizon punën.
Kur jemi të ekipa, unë e komendu që është veç punë që e kryn qatë teren edhe ditën e mirë, amo ndoshta kohën më të madhe që e kalon me ekipen që e ki në punë, edhe është shumë e rëndësishme me pas një raport mirë, sepse edhe puna bëhet më e lehtë dhe më e mirë, edhe për fat mirë ne kena ekipen, sidomos kamermanat shumë të mirë, edhe kalojna një kohë tepër të mirë me ta, edhe normal mos t'i harrojna edhe montazherat, se edhe me ta kalojna një pjesë të kohës, edhe gjithmonë janë të gatshëm me na ndihmu edhe me qenë ndim për neve për çdo gjë që nëse kena nevojë për ta, kështu që i falenderojmë të gjithë si kamermanat, si montazherat që janë gjithmonë pranë neve edhe me neve. Edhe regjinë. Edhe regjinë, m'falni. M'falni. Erës pikërisht patjetër që po, me të vërtetë kemi një ekip shumë të mirë, të mrekullueshëm. Tash ne e përmendim çdo herë dhe në mëngjeset tona që çdo herë këto mëngjeset janë më të mira kur i nisim së bashku me shikuesit, por po ashtu edhe kur e ndajmë të njëjtën hapësirë këtu edhe me kolegët tonë të mrekullueshëm. Erza, ka ndaj kolege që veçon pak më shumë se këta që i përmendëm? Fationën. Se ndajmë në gjithë. A veç që janë këtu? Normal, me Fationën e kena emisionin në njëjtë, edhe bashkëpunimi na lidh më shumë për arsye se i kena mishtjelluar ato tema që pa i diskutuar ndoshta bashk nuk mujna me bëni një punë në emision për arsye që jemi non stop bashk edhe duke me kriju gjëra të ndryshme në emisionin ton, por normal e kam edhe kolegen edhe shoqen Uratën me të cilën e kaloj kohën më të mirë, edhe pse tash nuk po na bjen shumë për arsye se ajo është në mbrëmje, po gjithashtu edhe atë kam një ndër koleget më të mirë, apo në përgjithësi kemi kolegë ndryshëm që kalojnë kohë të mirë si Ardianën, e përshëndesim në pushim, dhe shumë kolegë të tjerë që me të cilët e kalojnë kohën më të mirë këto bashkë. Erës, tash përveç kolegëve, po besoj që a ki ndonjë personazhe, ndonjë mysafir që të kalojnë shumë për shtypje, qoftë me sjelljen e tij para emisionit, qoftë më pas, ose a ki ndonjë diçka që kishte dashur me veçu gjatë krejt këtyre muajve sa kemi punu? Përveç ditëve tjera që kemi të emisionit, ne kemi të ajtën rubrikën e mjekut në studio. Ndoshta pjesa më e mirë është e mjekut ku kalojnë kohë shumë të mirë edhe marrim shumë informacione edhe ne personale, po gjithashtu edhe për publikun. Kështu që nuk mëj me veçu asnjë, sepse të gjithë janë të mirë, me të gjithë që kum bashkëpunu kanë qenë ndër më të mirit për me bashkëpunu. Jemi mundu gjithmonë me promovu gjëra të reja, mi promovu edhe të rinjet, sidomos edhe ata që ndoshta ka nisur diçka të re, jemi mundu gjithmonë me qenë pranë tyre, edhe mos mi harru normal çdo gjë që ka nevoj me po edhe publiku se qëfar janë duke krijuar për momentin. Erzo, e di që ke qenë këto do të të prej dhjetorit nëse nuk ka bëj, edhe që përmendet e një vajzë e re, por shumë punëtore edhe shumë e përkushtume në punë. Po besoj që gjatë krejt këtyre muajve ke pas mundësi me mësu shumë, çka të ka mësu mbase edhe ndonjë teren, ndonjë bisedë këto, përmes bisedave e di që mësojmë shumë, qoftë përmes mjekëve që i kemi këtu në studio çdo të njëjtë si që përmende, qoftë përmes mysafirëve, përmes temave të ndryshme që i shtjellojmë. Po besoj që ke mësu shumë, po mbase me na i veçu disa prej gjanave. Mas pari unë ku mësu prej ditës që ku më hy këto, ku mësu edhe prej kolegëve. Edhe nuk më i mi veçu se të gjithë kanë qenë bashkëpunuese, të gjithë kanë qenë ata që na kanë ndihmu prej ditës parë. Si që përmende, unë kam qenë ere në këtë punë edhe nuk kam pas mundësi me i di do gjëra që i kanë ditë tjerë që kanë qenë që sa kohë. Edhe i falemderoj të gjithë ata që normal na kanë ndihmu në çdo aspekt. Po kemi mësu edhe prej musafirëve normal, sidomos kur kena punë me psikolog, me sociolog, sidomos kur kemi tema për shëndetin mendor, ndoshta neve gazetarëve më së shumë të na duhet me na shtjellu këto tema, sepse kemi punë me shumë njerëz edhe normal që kemi momentin ndoshta që veç lodhmi normal edhe na e kemi atë pjesë. Po, muj me thonë që me psikolog, me sociolog mësojna gjithë shka, sepse ndoshta ndonjëherë kur jam të engu një psikolog në gjatë bisedës, habitna edhe veç mes të engu si kur harroj që jam në emision krejt, po edhe mos harrojna ashtë edhe me rondinellën mësojna gjona shumë të mira, sidomos për shëndetin mendor, por edhe për trupin fizik, sepse edhe me to, unë nëse kom ditë jogën asë njëherë, nuk e kom provu asë njëherë, po me rondinellën fajle e kom su jogën që është mas mirë të tash ju perfekt, po e kom su, andoshtat e kom hekat marën, më i me thonë, që nuk është kur gjo me bo joga, është shumë mirë për trupin, për mendjen, kështu që më i me thonë që qëto janë shumë gjona që kena kom su, faktikisht. Pa tjetër që po dhe e që janë shumë ta që që përmenda, kemi mundësi me mësu shumë.
edhe prej kolegëve, si që përmende, nisur prej kolegëve, pas edhe prej mësafirve personave që njoftojmë gjatë krejt këtyne mujve. Erza, tash 2 javë pushim, masi e përmende edhe lodhjen, po besoj që krejt kanë nevoj për pushim, tash shkojmë 2 javë në pushim, por rikthehemi do të thotë sërish në shtator, konkretisht rikthehemi me 31 gusht, me sezon të ri, me edicion të ri, por të regona pak se qka në sjellë kjo edicion i ri, le të flasim bashkë. Ne me Fationën e kemi përgatit për 2 javë rresht story që kemi krijuar gjatë vitit edhe nuk kanë mi mungu edhe të gjithë ata që i kemi kriju bashkë storyt, kanë mi pa storyt e veta gjatë 2 javë, besoj që nuk e kemi harru asnjë dhe në shtator besoj që kemi ardhë shumë më mirë se këtë vetë, po menoj që këtë sezon edhe kemi me pas normal story dhe materiale të ndryshme, musafir të ndryshëm. Besoj që kemi me shtjellu tema ende më interesante edhe gjithmonë interes dhe me informacione shumë të mira për publikon, sepse gjithmonë ata janë me neve dhe gjithmonë mundohemi që të kemi storje dhe gjithashtu musafir që ju intereson atyre për me pa ose për me i dëgju ato fjallë që i thonë musafir tonë. Si gjithmonë edhe storjet ne mundohemi mi kriju si ndimes për ta, kemi storje të ndryshme si që e ke bodhë ti aeroterapien, kena bo storje të ndryshme për aronien, një lëngë që indimon për shumë smundje, do me thonë janë disa prej storjeve që ne i kemi gjithmonë si informacion për të gjithë publikun që mundën me u informu prej neve edhe me e provu pse jo edhe ndoshta ju bën mirë edhe ndoshta kjo është gjëja më e mirë që deri më tani e kemi kriju si materiale edhe po normal prej shtatorit besoj që çdo muaj i vitit e ka ndonjë aktivitet, e ka ndonjë pjesë të vetën të cilën mundemi me promovu dhe tani fillon shkolla, fillon universitetet dhe besoj që ka me pas aktivitetet ndryshme dhe prej tyre që ne kemi fillu me indjek, po edhe kemi mundu që jashtë qytetet të Prishtinës të kemi edhe materiale dhe storje prej me të ndryshme. Pa tjetër, Erza përmende shumë mirë që në fakt përmes materialeve të ndryshme, përveç personazheve dhe po ashtu dhe përveç bukurive natyrore, pamjeve që mundohemi me i sjellë dhe po ashtu dhe personalitetet të ndryshme, ne vazhdimisht mundohemi që të krijojmë do të thotë edhe materiale që i ndihmojnë të gjithë shikuesit sa i përket edhe mënyrës së jetës, sa i përket edhe asaj se si të kenë një jetë më të gjatë, më të shëndetshme. Nisur nga materiale të tjera të cilat i realizojmë, të cilat do të thotë janë studime, janë mbase edhe rezultate nga shkencëtarë të ndryshëm, siç e kishim rastin edhe sot nga shkencëtarët britanik dhe po ashtu edhe materialet e tjera që ndihmojnë pak më shumë se si të kujdesemi për dhëmbët, për flokët edhe për pjesët e tjera të cilat janë shumë të nevojshme për gjithë shikuesit. Erza, kemi ardhur bashkë në fund bisedës, para se me kalu te biseda tjetër që kam përmendur edhe me trajnerin e futbollit Erden Hashani, me të cilën do të flasim për Superligën e Kosovës, po para se me mbyll bisedën me ty, një mesazh për gjithë shikuesit që na ndjekin kështu çdo mëngjes. Po, në të gjithë shikuesit ju kisha falendëruar mas pari që janë gjithmonë me neve, edhe ju kisha thonë që me qëndru me emisionin e mëngjesit, me na ndjek si gjithmonë, edhe normal që kanë me pa shumë gjona të reja, kanë me pa mysafir të ndryshëm, edhe besoj që ne kemi më këthy ma fuqishëm edhe nuk kemi të lodhshme sepse kemi me pushu, kështu që kena më këthy ende më mirë, kështu që të gjithë shikuesve ju uroj një pushim edhe atyre sa më të mbarë, sa më të mirë, edhe shpresoj që të kenë shëndetin si gjithmonë. Erza, faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi dhe kënaqësi që të kam kolege. Faleminderit shumë Fationa, gjithashtu kënaqësia edhe imja. Të dashur shikues, nga biseda me kolegen time Erza Surdulli, me të cilën i ndajmë mëngjesit së bashku dhe po ashtu i ndajmë mëngjesit së bashku me të edhe jo, tani më po kalojmë pak marketing, por para se të shkputemi, falënderimi ju takon gjithmonë juve, sidomos shikuesve tanë të rregullt, të cilët zgjedhin çdo mëngjes që ta ndajnë mëngjesin kështu së bashku me ne dhe po ashtu na shkruajnë çdo herë dhe na telefonojnë dhe na përcjellin vazhdimisht duke na treguar edhe neve se do thotë kemi dikë që na shikon dhe po ashtu duke na treguar çdo herë që kemi shikues besnik, kemi lexues besnik dhe po ashtu faleminderit shumë që vazhdoni të qëndroni çdo mëngjes kështu me ne, por po ashtu na përcjellni shumë edhe në rrjetet tona sociale zyrtare, nisur nga kanali zyrtar në YouTube, ku ndiqni gjithmonë bisedat tona. Tashmë po shputemi pak marketing dhe rikthehemi sërish me bisedën në studio ku flasim për Superligën e Kosovës me trajnerin e futbollit Erden Hashani. Qëndroni me ne.